Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi me historinë e radhës me mua Tyrona Lilin në kanalin tonë Rrëfime Jete, për të treguar një rrëfim të një nënës, e cila në fakt ka treguar sakrificën, dhimbjen, tmerrin që ka kaluar në jetë. Sot është 34 vjeç, po në fakt nuk kanë qenë 34 vite të lumtura, nuk kanë qenë 34 vite pozitive, kanë qenë 34 vite me sfida, me dinamika, me një jetë që as nuk e kishte imagjinuar, as nuk e kishte menduar dhe në fakt as nuk e priste që t'i vinte. Ka momente në jetë kur mendon se gjithçka po shkon mirë, se ke ndërtuar një familje, një shtëpi, një siguri. Dhe pastaj, pa paralajmërim, gjithçka shembet. Jo nga dalë, por me njëherë. Kështu ndodhi edhe me mua. Jam një grua 34 vjeçe, e divorcuar dhe jam nën me 2 fëmijë. 2 shpirtra të vegjël që varen plotësisht nga unë. Sot jetoj në Shqipëri, por zemra ime ka kaluar shumë stuhi përpara se të mbrinte këtu. Martesa ime përfundoi, jo sepse unë nuk luftova, jo sepse nuk durova, por sepse u tradhtova në mënyrën më të dhimbshme. Burri im zgjodhi të largohej nga familja e tij për të ndjekur një femër më të re 12 vite se unë. Në atë moment, unë ndjeva sikur Zoti më la mua në mes të rrugës. Vetëm, me 2 fëmijë në krah, edhe me shumë pyetje në fakt pa përgjigje. Por kjo është jeta. Jeta nuk të pyet nëse ti je gati. Jeta të godet dhe pastaj pret të shoh nëse ti do të ngrihesh. Ditët e para pas ndarjes ishin shumë të errta. Zgjohesha në mëngjes, edhe në fakt nuk e dija se nga ku do t'ja filloja. Frika më rinte në krahëror. Si do t'i rris fëmijët e mi, si do t'ju siguroj një të ardhme, si do t'ua shpjegoj pse babi nuk është aty më. Kam qarë e shkreta unë netëve në heshtje, që fëmijët të mos të më dëgjonin. Kam qarë jo sepse isha e dobët, por sepse isha nën, sepse kur je nën dhimbja është më e thellë, por në fakt edhe forca është më e madhe. Unë kam dokumenta greke, 5 vjeçare. Fëmia im i madh ka pasaportën greke. Këto letra në fakt janë një shpresë, por edhe një pikpyetje shumë e madhe. A mjaftojnë? A hapin dyer? Apo janë vetëm një cop letër që të kujton se ke qenë dikur tjetër? Sot jam në Shqipëri duke menduar për emigrimin, mendoj të iki në Gjermani, mendoj të iki në Itali, mendoj të iki në Europë. Fjalë që në fakt për shumë njerëz duken si një lloj ëndre. Por për mua janë thjesht nevojë. Nevojë për punë, nevojë për stabilitet, për dinjitet. Nuk kërkoj luks. Kërkoj vetëm mundësinë që fëmijët e mi të rriten me siguri edhe me shpresë. E din cila është pyetja që më bëhet shumë herë? Si ja del? E vërteta është se nuk e di gjithmonë. Nuk kam një formulë magjike. Ka ditë që jam e fortë dhe ka ditë që mezi qëndroj në këmbë.
Por çdo mëngjes zgjohem për 2 arsye. Dhe ato janë pikërisht fëmijët e mi. Ata janë arsyeja pse nuk dorëzohem. Ata janë arsyeja pse marr frymthellë dhe vazhdoj. Unë nuk kam luksin të jem e dobët për shumë gjatë. Mund të rëzohem, por nuk mund të qëndroj poshtë. Divorci më mësoi një gjë të rëndësishme. Njerëzit mund të braktisin, por fëmijët nuk duhet kur t'i braktisësh. Dashuria për ta më ka kthyer në një grua më të fortë se sa unë e kam imagjinuar ndonjëherë. Ka net kur mendoj për të ardhmen edhe më kap frika. Emigrimi nuk është i lehtë, sidomos për një nënë të vetme me 2 fëmijë. Dokumentet, paratë, rruga, pasiguria, gjithçka në fakt të duket e madhe. Por edhe qëndrimi në vend pa perspektivë është po aq i frikshëm. Nuk kërkoj mëshirë, nuk kërkoj keqardhje, kërkoj vetëm informacion, drejtim apo një dritë të vogël në fund të tunelit. Sepse çdo nënë që lufton për fëmijët e saj, meriton një shans. Sot nuk jam më gruaja që u la. Sot jam gruaja që qëndroi. Jam bërë më e fortë, jo sepse e desha, por sepse nuk kisha rrugë tjetër. Jeta ka surpriza plot, disa të bukura, disa të dhimbshme. Por unë besoj se edhe pas kësaj stuhie do të vi një ditë më e qetë. Fëmijët e mi do ta dinë një ditë se nëna e tyre nuk u dorëzua, që luftoi për ta, që u rrëzua dhe u ngrit përsëri. Dhe nëse sot po e dëgjoni këtë histori dhe jeni në situatë ngjashme, dua të them këtë. Nuk je vetëm. Forca jote është më e madhe se dhimbja. Dhe çdo hap që bën për fëmijët e tu ka një vlerë shumë të madhe. Unë do të vazhdoj për veten time, për 2 fëmijët e mi, sepse nuk kam rrugë tjetër, dhe sepse dashuria një nëne nuk humbet kurrë. Tani unë mendoj derisa ne jetojmë në këtë univers, marr parasysh se si do të na vi jeta, me sfida të këtilla, pas sfida të këtilla. Duam ne apo s'duam ne të vazhdojmë përpara, jeta është ajo që na vë përpara. Duhet prap të zgjohemi, duhet prap të punojmë, duhet prap të mendojmë, duhet prap të logjikojmë, duhet prap të futemi nëpër frikra, duhet prap të dalemi nga frikrat, duhet të flejmë, duhet përsëri të zgjohemi. Dhe kjo është jeta jonë. Ne çdo ditë luftojmë, mendojmë se si do të sigurojmë jetën tonë, jo të ardhmen, jetën tonë, sepse ardhmja nuk i dihet. Dhe pikërisht, rrëfimi jot më ka prekur aq shumë sa që në sytë e mi më shfaqet një grua e fortë, me sy të bukur, me flokë të lidhura, e cila mendon dhe vetëm mendon. Unë të them mos mendo, jeto dhe vepro sepse Zoti është ai që e sjell dhuratën nga qielli ashtu siç historia na ka mësuar tek të gjithë njerëzit e tjerë.